Përshëndetje, mirë se erdhët. Shenja e peshorës është ndikime ka pozitive gjatë javës në vazhdim. Drejtuesi juaj do të kaloj tek shenja e peshëve, kur Venusi kalon tek shenja e peshëve, vërtet që shenja e peshorës ndihet shumë mirë. Jeni pak a shumë në energjinë tuaj. Duke qenë se shenja e peshëve është shenja tjetër e cila i pëlqen shumë arti dhe detyrimisht energjia juaj është shumë e përshtatshme me të, edhe pse keni kënde negative. Prandaj, gjatë periudhës që Venusi është tek shenja e peshëve, për ju do të thënë një fazë lulëzimi. Jeta juaj, çdo ditë pra vraponi pak a shumë me një pasion që e gjeni çdo ditë, pra drejt jetës, drejt asaj çfarë është e bukur, drejt artit dhe krijoni një jetë e cila është më e përshtatshme për ju. Si rridoj merr një jetë me më tepër sportivitet, me më tepër lehtësi, argëtoheni më shumë, çdo marrëdhënie që krijoni nuk e merrni me seriozitet problemet që më të ndodhin, pra jeni i shikoni gjërat me më tepër thjeshtësi, pra përsërisë edhe një herë dhe më tepër art. Fusni gjithçka art në jetën tuaj. Si rrjedhoj, zbukurohet jeta. Marrëdhënie sentimentale detyrimisht marrin një frymë të re, shumë më tepër shpirtërore, shumë më tepër pozitive. Jeta e përditshme po ashtu keni një dëshirë që edhe veshin të ndryshoni në diçka që është më romantike, pra mund për femra për shembull të veshin më tepër funde e të tjerë. Pra jemi në një periudhë shumë herë më tepër pozitive. Për këtë arsye, për shenjën e peshorës. Pak më tepër që edhe vendoset që kanë ngelur tek shenja e ujorit, ju do ndikojnë në mënyrë pozitive. Pika ku do t'i këshilloj që t'jemi të kujdesshëm, ose më them ditët që do t'i këshilloj që t'jemi të kujdesshëm, është data 11, 12 dhe 13. Edhe pse ta ndiem gjithë javës në vazhdim, këto tre data janë më të rëndësishme, sepse mund të marrim vendime të nxituara në lidhje me çështjet sentimentale. Këtu nuk po them që mund të jemi impulsiv kundrejt partnerit që kemi aktualisht, mund të them që mund të krijojmë lidhje të cilat mund të jenë shumë të përshtatshme për ne. Thjesht një lidhje që ndjem pasion në ato momente, sepse sapo përshkrova që në këto momente shenja e peshorës ka një pasion shumë të lartë, një dashuri shumë të madhe për jetën, për të krijuar diçka e të tjerë, si do mund të marrin në jetën tonë një person thjesht sepse ndodhet në vendin e duhur në momentin e duhur, pra, por mund të jetë personi i gabuar. Si rrjedhoj gjatë këtyre të 3 ditëve, sidomos do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Në qoftë se na nevojitet, patjetër të marrim edhe mendimin e njerëzve që kemi rreth rrotullt. Në këtë rast mund të marrim mendimin e familjarëve tanë, të shoqërisë, pak rëndësi ka, të gjithë personat mund të na shërbejnë si njerëz që na ulin pak në tokë, pra që na bëjnë pak më tepër realist. Në lidhje me shëndetin fizik, në këto momente shenja e peshorës ka ndikime, por jo aq shumë sa shenjat e tjera dhe ka pak më të thjeshtë për t'i tejkaluar. Madje kemi edhe aftësinë që të përballemi me persona të cilët mund të na ndihmojnë që të krijojmë një rutinë më të shëndetshme, të cilët na shtyn për që të jemi më të shëndetshëm dhe në lidhje me veten tonë. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm edhe tek karriera, por edhe tek kjo do të jemi shumë të kujdesshëm gjatë datave që sa përmendë 11, 12 dhe 13, sepse në qoftë se për shembull e prorata nuk na e din vlerën ashtu siç duhet, mund të marrim një vendim kështu me një herë dhe të dalim nga puna ose të bëjmë disa veprime të cilat janë të pakëndshme dhe jo profesionale. Si rrjedhoj gjatë kësaj jave, jemi në një optimizëm shumë të lartë, por ky optimizëm në disa raste duhet mbajtur nën kontroll, sidomos për sa i përket përpërsisë fillimin e lidhjeve të reja dhe në lidhje me karrierën. Okej, shenja e akrepit. Shenja e akrepit jemi në ndikime më pozitive tashmë. Problemet që kemi pasur tek shëndeti fizik gradualisht po kalojnë. Ndikimet që kemi në këto momente në lidhje me çështje sentimentale, jemi shumë më tepër optimist, jemi shumë më tepër të hapur ndaj lidhjeve të reja. Por, sidomos gjatë kësaj jave, do të këshilloj që gjithsesi, edhe pse jemi më të hapur, do të këshilloj që të jemi pak më të qetë. Pra, detyrimisht shenja e akrepit është më dyshues, nuk është se merr gjithkënd në jetën e tij, por gjithsesi, por i përsëris që në këto momente do të jemi pak më të qetë. Ajo çfarë do të jetë problematike për shenjën e akrepit gjatë kësaj jave janë vartësitë. Prandaj, të gjithë ju që keni vartësi, sidomos ata që kanë vartësi në lidhje me alkoolin, gjatë kësaj jave, gjithë javën, nuk ka rëndësi, do t'ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm. Okej, por përtej kësaj,
jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me çështjet sentimentale dhe në lidhje me alkoolin. Përtej kësaj kemi ndikime shumë pozitive, sepse është periudha në këto momente ku shenja akrepi po krijon stabilitetin e jetës që ai dëshiron, po hedh themelet e jetës që dëshiron, dhe të gjitha këndet që kemi në këto momente e ndikojnë në lidhje me këtë temë. Edhe pse mund të jenë problematike dhe nuk arrim që të perceptojmë ashtu siç duhet, mjafton që të pyesim dikë. Nuk ka rëndësi se kush është. Kjo është më e mira që ka në këto momente shenja akrepi, sepse për të gjithëve mund të marrë mendim. Do të drejtoj aty ku duhet. Do të tregoj atë çfarë është problematike dhe ajo çfarë është e drejtë. Prandaj dhe në këto momente është vërtet shenja më me fat. Ka aq fat sepse ka punuar shumë dhe mbi të gjitha është lodhur shumë. Jemi futur në një fazë ku çdo gjë mund të jetë funksionale për të ndërtuar jetën që dëshiron. Mjafton që të jemi pak më të qetë për përsëris këtë. Marrëdhëniet familjare gjatë kësaj jave mund të jenë disi të sfiduara, por kjo nuk do të thënë që është diçka që është e pazgjidhshme, përkundrazi, të gjitha këto po ndodhin në mënyrë që ne të kuptojmë se cili është vendi që ne duhet të qëndrojmë. Edhe një lloj si ishte pak a shumë tek shenja e gaforës, do të fillojmë që të ndërtojmë disa kufime të shëndetshëm. Nëse e bëjmë këtë, kemi aftësinë që të rritemi vërtet shumë, të krijojmë të stabilitetin ekonomik që ne nevojitës, siç e thash, dhe në bazë të saj të ndërtojmë edhe jetën që ne dëshirojmë. Në lidhje me karrierën, gjatë gjithë javës në vazhdim kemi mundësi të pafundme që të avancojmë. Është shenja e cila do të dihet shumë më tepër vlera. Kemi një periudhë shumë të gjatë që ndikohet shumë, sepse po mundoj që të kuptoj vlerën e tij dhe pak më tepër që Plutoni e detyron që të hedhë rrënjë. Dhe ka një farë fushë magnetike që të tërheq në jetën e tij gjithçka që i nevojitet, dhe duke qenë se tashmë kemi kuptuar vlerën si shenja e akrepit, pra ju e keni kuptuar vlerën tuaj, kemi mundësi që përsëris të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Prandaj edhe kemi rritje në karrierë, kemi mundësi të reja edhe për lidhje sentimentale, po ashtu edhe për të krijuar partneritete shumë të rëndësishme dhe shumë herë më të shëndetshme. Mjafton që të jemi të ndërgjegjshëm, por përsëris ju lutem të gjithë personat që kanë çfarë do të vartësi që të keni, të jeni shumë të kujdesshëm, sepse mund të bijmë shumë shpejt në kthetrat e këtyre problemeve në këto momente, madje edhe personat që mund të kenë tendenca të tilla gjatë javës në vazhdim do të këshilloj që të qëndroni larg. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit në këto momente ka ndikime shumë pozitive. Kemi ndikim të lodhshëm detyrimisht sepse vazhdojmë që të jemi në fazën ku po mbyllim ciklet karmike. Pra të gjitha tematikat problematike që kanë ardhur nga familjaria jonë, me familjarët tanë, me aty ku ne, pra le të themi traumat që kemi dhe që na kanë drejtuar drejt lidhjeve të pashëndetshme, lidhje sentimentale dhe ose lidhje shoqërore, jemi në ciklin ku tashmë po i përpunojmë të gjitha këto, si rrjedhë dhe po i mbyllim. Prandaj dhe është e lodhshme, por në tjetër kohë kemi dhe një fat vërtet shumë të madh. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm, sidomos gjatë datës 11, 12 dhe 13, janë mënyrën se si flasim. Sepse mund të themi fjalën e fundit në fillim dhe si rreth të përshim punëve të stop, por nëse jemi të kujdesshëm, atë çfarë themi, si e themi, kemi aftësinë që ta kthejmë komunikimin tonë në një superfuqi. Pra çdo gjë që themi mund ta manifestojmë, pak a shumë ka një superfuqi të tillë. Sepse Marsi do të ketë një kënd negativ pikërisht me drejtuesin tuaj që është Jupiteri, dhe çdo kënd negativ nëse përdoret mund të kthehej në diçka pozitive. Kjo është pra një mundësi për të krijuar diçka. Është një nga javët e cila është vërtet e vështirë për të menaxhuar, por nëse menaxhohet, nëse jemi të vetëdijshëm, pra çdo hap edhe frymëmarrje që e marrim në mënyrë të vetëdijshme, kemi aftësinë që të rritemi në mënyrë kolosale. Marrëdhëniet familjare janë të sfiduara, sidomos marrëdhëniet që kemi me vëllezër dhe me motra, sepse këtu duhet të ndërtojmë ato balancat të shëndetshme. Nëse deri në këtë moment kemi lejuar padrejtësi që të bëjmë kundër nesh, ose persona që të sillen në mënyrë të pahishme kundrejt nesh, këtu bëhet fjalë më tepër për vëllezërt për motrat tanë, por edhe rreth jonë ngushtë, gjatë kësaj jave duhet jemi të vëmendshëm që të mirëmbajmë kufin, që të bëjmë të qartë se çfarë ne dëshirojmë nga këto lloj marrëdhëniesh dhe të mirëmbajmë këto kufin, pra atë çfarë themi ta zbatojmë. Nëse se nuk e përdorim në këtë mënyrë këtë javë, këto marrëdhënie do të bëhen edhe më problematike në të ardhmen. Pra, ky cikël karmik do të vazhdojë edhe për një periudhë shumë të gjatë tashmë. Minimumi edhe 20 vitet me radhë, prandaj është diçka e pakëshillueshme. Në lidhje me çështje sentimentale, shenja e shigjetarit është futur në fazën ku është me fat në lidhje me këto tema, por është një fazë e gjatë, duhet të mendojmë më mirë pra.
Ndërkohë që gjatë kësaj jave, këshilla ime do të ishte që fokusi kryesor të jetë tek vlera, sidomos ato materiale, krijimi i kufijve të shëndetshëm me personat që sa përmenda, dhe të fokusohemi më tepër për të ndërtuar lidhje, marrëdhënie që janë të shëndetshme me të gjithë personat që kemi rreth rrotut. Nëse fokusohemi këtu, edhe të ardhurët materiale të shtohen, sepse kemi një fat vërtet shumë të madh këtu, po ashtu edhe marrëdhëniet. Të gjitha llojet e marrëdhënieve do të kthehen në marrëdhënie shumë të shëndetshme, të cilat na mbështetin dhe që na ndihmojnë që të kryejmë jetën që ne dëshirojmë dhe meritojmë. Një ndikim që është negativ për shenjën e shigjetarit është vendosja e Saturnit në këtë moment tek gradë e fundit të shenjës së peshqve, dhe kjo krijon probleme tek banesa jonë. Kjo mund të thotë që mund të kemi probleme me ujin, pra mos harroni që të mbyllni çesmat dhe mundësisht edhe elektricitetin e të tjerë që të jemi shumë të vëmendshëm. Gjitha elektroshtëpiake për gjatë gjithë javës do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, nëse është e nevojshme për të dilni nga shtëpia, të ishni nga priza. Shenja për capët javën e vazhdim e ka të vështirë. Është shenja e cila do të preket në mënyrë të dukshme, sepse jemi shumë të shpërndarë në energji, kemi një plagështi të dukshme, mund të kemi dhimbje të fuqishme në komplet sistemin ton, në skeletin ton, pra mund të kemi dhimbje te mesi, te këmbët, në kokë, në disa raste varet se ku e keni ju më të ndjeshme në trupin tuaj. Gjithsesi është një javë e vështirë për këtë arsye. Si rrjedhoj do t'i këshilloj që të jemi më të kujdesshëm me energjinë tonë dhe me trupin tonë. Ti marrim gjërat me tepër qetësi, të shplodhemi aq sa duhet. Kjo është këshilla e parë, e dytë, e tretë dhe e 10-ta që kam përfshirë në bricapet gjatë kësaj jave. Në qoftë se e bëjmë këtë si gjë, kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të kalojmë këtë javë me shumë sukses. Pikat që do të preket nga këndi negativ që është i Marsit me Jupiterin është vlerat materiale, si rreth mund të kemi harxime të panevojshme, mund të kemi disa harxime impulsive, mund të mendojmë se po investojmë aty ku duhet, por në të vërtetë mund të mashtrojmë, të manipulohemi shumë herë më thjesht nga partnerët tanë të biznesit ose personat të cilët kalojnë më tepër kohën. Pra, si rrjedhoj gjatë kësaj jave, investimet nuk do t'i këshilloj absolutisht në asnjë mënyrë. Në qoftë se është e domosdoshme, është që do mund t'i merrni parasysh dhe javën që vjen do të qëndrojnë aty, nëse janë diçka e shëndetshme, do të jenë akoma aty dhe mund të fillojnë që të bëni investime javën që vjen. Por nga ana tjetër kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Arsyeja që kemi këtë ndikim pozitiv është se në këtë moment kemi një vendosje që është zhurnoja, është e vendosur tek shenja juaj. Dhe kjo është një ndikim shumë pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale, lidhjeve afatgjata, sepse krijon lidhje të tilla, pra shumë më të shëndetshme. Tërheq në jetën tonë njerëz që na mbështesin, persona të cilët janë serioz kundrejt jetës dhe kundrejt nesh, prandaj edhe kjo është një nga temat që mund të mbështeteni gjatë javës në vazhdim. Ndonse energjia, pra nuk mund të përdoret për të lëvizur shumë ose për të bërë shumë gjëra, mund të përdoret për të krijuar këto lloj lidhjesh. Pra, mund të jemi pak më të ngadalësuar për sa i përket aktivitetit fizik, por të jemi pak më të përshpejtuar për sa i përket çështjeve sentimentale, për këtë arsye për shenjën e bricapit, pra për ju. Në lidhje me shëndetin fizik, ju jeni të prekur sepse përpërcëlisht drejtuesi juaj që Saturni është te grada e fundit të shenjës së peshqve, si rrjedhoj energjia shumë e shpërndarë, si rrjedhoj keni një plagështi vërtet shumë të madhe dhe si rrjedhoj preket shëndeti fizik. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm në këtë aspekt. Të gjitha virozat që kemi në këtë moment ju mund të prekin, madje mund të zbresin direkt në moshkri. Kjo është edhe arsye që absolutisht duhet jeni shumë të kujdesshëm. Në lidhje me karrierën kemi mundësi që të rritemi, por kjo është më tepër tematika e javës në vazhdim, që sa javë ato çfarë thash do t'i këshilloj që ti merrni çnim dhe t'i zbatonit. Ujori. Shenja ujorit ka shumë fat këtë javë. Pavarësisht të gjitha këndeve negative, edhe pse ndikohen domethënë nga ajo, jeni shumë impulsiv, okay. Datën 11, 12 dhe 13 është janë 3 ditë që duhet jeni shumë të kujdesshëm, nuk duhet të reagoni asgjëje, to po nënvizoj, por pavarësisht gjitha këtyre keni një fat shumë të madh. Tashmë do të kemi gradualisht kalimet planetare tek shenja e peshqve, si rrjedhoj ju fokusoni shumë më tepër tek të ardhurat materiale. Gjithsesi, këtu duke qenë se Saturni është e vendosur tek grada e fundit të shenjës së peshqve, harximet duhet të jemi më të kontrolluar. E kemi shumë më të thjeshtë ta bëjmë këtë, e perceptojmë shumë më mirë tashmë këtë si gjë, sepse kemi një kohë të gjatë që
po sfidohemi në këto tematika, pak më tepër që ditën e martë edhe Venusi do të kalojë tek shenja e peshqve, cili do për ju vlera materiale. Gjithçka do të rriqet shumë më lehtë në jetën tuaj. Do të kemi një kënd negativ të diellit me Uranin, i cili do të fillojë nga dita e shtunë, do ta ndjejmë ditën e shtunë të diellit dhe të hënën në vazhdim. Por kjo keni shumë të thjeshtë ta anashkaloni. Pse? Sepse kemi fat. Vërtet që dielli gjatë së javës do të ndodhen në disa yje fikse të cilët sjellin fat shumë të madh në jetën tonë, sidomos në lidhje me të ardhurat materiale dhe për të krijuar, për të materializuar atë çfarë ne dëshirojmë dhe meritojmë. Jeta sociale gjatë javës në vazhdim është në vlerësim e sipër. Madje dita e nesërme, që është data 7 shkurt, është shumë pozitive në lidhje me këtë tematikë. Do t'ju këshilloj ta përdorni në maksimum, të takoheni me persona që keni kohë që s'e keni takuar, të merrni telefon persona që keni kohë që nuk i merrni telefon, e të tjerë, është shumë pozitive, vërtet shumë pozitive. Do të kemi rritje një kreativiteti tashmë tek ju, në mënyrë të dukshme, dhe kjo rritje në kreativitet do të përkthejë dhe në të ardhur materiale të mirë. Gjithçka për ju tashmë fillon të funksionojë në këtë tematikë. Duke qenë se keni ndërtuar shumë edhe karrierën, keni ndërtuar shumë edhe marrëdhëniet familjare, ka qenë shumë indikuar më të themi dhe çështje sentimentale, tashmë kemi krijimin e jetës ose më them të ardhur materiale që mund të përdorni për të zhvilluar edhe më tepër këto që sapo përmenda. Për këtë arsye për shembull jort java në vazhdim është vërtet shumë pozitive, por përse do të këshilloj që ta përdorni. Një nga ditët që do të jetë edhe më pozitive është dita e mërkur edhe për ju, është një ditë vërtet shumë pozitive. Madje dita mërkur mund ta anashkaloni shumë thjesht edhe atë kënd negativ që kemi të Marsit me Jupiterin. Gjithsesi, jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik, është shumë e rëndësishme. Nëse ndjeni një farë trysnie, mund të meditoni, por për ju, për shembull, që të bëni një aktivitet fizik në këto momente këshillohet më tepër. Shenja e peshqve. Edhe shenja e peshqve është një ndër shenjat që tashmë do të fillojë që të ketë fat. Por këtë javë do të jemi të kujdesshëm. Do të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm, edhe pse kemi fat, do të jemi të kujdesshëm. Pse? Sepse Saturni vazhdon që të jetë tek shenja juaj. Jo pengesat që ndjeni vazhdimisht do të vazhdoni që të ndjeni dhe gjatë së javës. Për fat të mirë, fundjavën do ta kalojmë shumë mirë. Pastaj data 14 dhe 15 janë ditë vërtet shumë fantastike, sepse Saturn do të ketë ikur tashmë nga shenja juaj. Nëse duroni deri në atë datë, e kemi shumë më të thjeshtë pas kësaj. Fokusimi kryesor është edhe për ju krijimi të ardhurave materiale. Pas kësaj, kemi një imagjinat shumë të madhe se si mund të realizojmë, se si mund të përkthejmë të gjithë imagjinatën tonë, gjithë ato gjëra që ndërrojmë, se si mund të kthejmë në materie. Paka shumë e kuptojnë në mënyrë instinktive. Si rrjedhoj, kemi përforcimin e të gjitha marrëdhënieve që kemi në jetën tuaj. Kemi fokusimi shumë të madh edhe tek çështje sentimentale. Këtu një lloj siç tek shenja e peshorës, edhe ju mund të merrni disa vendime të nëncituar gjatë datës 11, 12 dhe 13, pra të mërkur, të njëjtë dhe të premte. Si rrjedhoj gjatë këtyre ditëve, nuk do t'i këshilloja që të fillonim lidhje të reja, sidomos me persona që nuk i njihni mirë, sepse mund të kemi një rrahje zemre pak a shumë artificiale. Me kalimin edhe të Venusit tek shenja juaj do të filloni që të lulizoni në lidhje me çështje sentimentale. Pra do të doni patjetër që të keni një individ në jetën tuaj, do të jeni pak a shumë të dashuar më tepër me jetën, dhe këtë mund ta reflektoni edhe tek një individ i caktuar i cili në të vërtetë mund mos jetë personi i jetës tuaj, ose personi që duhet të keni në jetë. Si rrjedhoj, gjatë atyre 3 ditëve do të këshilloj që këtë furi ose këtë entuziazëm që ndjeni ndaj jetës ta përktheni më tepër në socializim, të mundohen të argëtoni më tepër, të kaloni më tepër kohë me vëllezërit, me motrat tuaj, po ashtu edhe me prindrit tuaj, sepse është një javë e cila është shumë pozitive për të përforcuar edhe më tepër këtë marrëdhënie që sapo përmenda. Në lidhje me çështje sentimentale kemi fat, vërtet shumë të madh që do ta kemi, dhe është një periudhë ku lidhje shumë serioze, madje vërtet partnerët tuaj të jetës, ose shpirti tuaj binjak, pra mund t'ju dalë përpara, prandaj dhe do t'ju këshilloj që të mos nxitonem, sepse nëse bëjmë zgjedhjen e gabuar, do të humbasim shanse ose kohë, më mirë të themi, që të lidhemi me personin që duhet të lidhemi. Përsa përket ardhurave materiale, përgjithsisht jemi në një periudhë ku gjithçka që imagjinoni mund ta kthejnë në realitet, mund ta kthejnë në materie, mjafton që të jemi të qartë në jetë. Është vetëm gjë. Shëndeti fizik për ju jemi në fazë të mirë, sepse shëndeti fizik është në rekuperim, domethënë jemi vazhdimisht në rekuperim dhe në rritje të imunitetit.
Okej, faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Ditën e hënë do të flas në lidhje me eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt. Është shumë e rëndësishëm detyrimisht sepse është eklips dhe ndikimi i tij do të jetë për 2 vite gjysmë me radhë. Prandaj do t'i këshilloja që ta ndiqni, nëse jo ditën e hënë, mund ta ndiqni edhe ditën e martë kur ta kemi vënë tek kanali im i YouTube-it. Faleminderit shumë të gjithëve dhe shihemi përsëri. Pafshim, natën.